Tregtia mes Shqipërisë dhe Mbretërisë së Bashkuar ka shënuar një rënje të lehtë gjatë periudhës 11 mujore të vitit 2025, sipas dhënave më të fundit të publikuara nga Instituti i Statistikave. Ky trend tregon një ulje të ndjeshme të shkëmbimeve tregtare mes dy vendeve në krahasim me vitin e kaluar. Në këtë periudhë, Shqipëria ka eksportuar drejt Britanisë mallra me vlerë rreth 1 miliard lekë, ndërkohë që importet nga ky vend janë regjistruar në një vlerë prej 7.6 miliard lekë. Sidoqoftë, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, vret një rënje eksporteve, pasi ato në 11 mujorin e 2024 ishin regjistruar në 1.3 miliard lekë. Po ashtu, importet nga Mbretëria e Bashkuar ishin më të larta në vitin 2024 me një vlerë prej 8.7 miliard lekësh. Përveç tregtisë me Britaninë e Madhe, Shqipëria ka zhvilluar gjithashtu shërbime tjera tregtare gjatë kësaj periudhe. Në total, eksportet e mallrave për vitin 2025 janë regjistruar në vlerën 319 miliardë lekë, ndërsa importet kanë arritur shifrën prej 807 miliard lekësh. Ky raport tregon një disbalans të theksuar në favor të importeve, duke reflektuar një konsum të lartë të mallrave të huaja në tregun shqiptar. Shqipëria importon nga Britania e Madhe kryesisht makina dhe pajisje industriale, si dhe produkte të ndryshme për konsum. Nga ana tjetër, eksportet shqiptare drejt Britanisë përfshin kryesisht veshje, produkte bujqësore dhe ushqimore, si dhe shërbime turistike, të cilat mbeten një sektor i rëndësishëm i ekonomisë shqiptare. Megjithatë, ndikimi i këtyre tregtisë në rritjen e ekonomisë shqiptare mbetet i kufizuar, pasi eksportet nuk kanë arritur nivele të konsiderueshme rritjeje krahasuar me periudhat e kaluara.